nisi pra, kështu nisi shkollimi në Knin. Në venin Knin. ku e kena dashur gjithë. Dhe me thonë, ish pyetje atë shkojmë atje, të shkollohëm atje, atë shkollohëm këtë, po une pak edhe si fëmi kam qenë kryeneqe kështu, këto e pranoj. Edhe para prindve, se gjithë kom menu që unë kom shumë drejtë. E po, nga njerë dhe ja qëllojnë, edhe në atë mosh vogël. Unë kom menu që unë nështë kom drejtë para prindve, që është i kom dhonë vetës. Pra ti ngule kam që ju nuk du të filloj shkollën në gjuhën serbe. Ose të nuk shkolluna, dhe më thonë, jëmë dopi për suret shumë dashtën, dhe më thonë, mungisa sa ju konë. Qëshja ke dojnë? Jeta, apshe, është një lloj romani, me shumë personazhe. Po disa personazhe kanë dhe sfida ma të mëdha, e disa ma pak. E vërtet. Edhe fillova që ashtë shkuva në. Ndova me prindrit. A i takojshe shpesh prindrit? A dëgjoheshet sa shumë të mungonin? Më kanë mungu shumë, po ju më kone rrëthume me një dashnit jeshtë zakonshme të familjes dojve dhe të agji, ku kom nejtën për ta. Dojt kanë të regu një interesim shumë të veçantë për mu, gjithë mu një mirë njuse. Bile, doja i madhë kërë arsimtari histori geografi, dhe më thonë ka dhonë, ka një personalitet shumë i respektum, shumë, edhe Dhe ju si mbesa e ti nuk ishit se si mos me jo një shumë krenore për dojën që kom pas, për tezën që kom pas dhe për dojën tjetër, dojën e vogël. A kishit nga fëmiria këtë dëshiron për të qenë në botën e mjekësis, për të bërë mjeke, apo të ka lindë më vonë? Jo, veç kom ditë me shku, kom thonë veç me shku në shkollë, edhe kur kom nisë me shku në shkollë, ajo dashnia mësuses, ajo afërsia që ka posa, ajo s'di me mu në afërsi shumë të veçantë kështu, mu më ka bo hale dëshirë ma të madhe me shku në shkollë. Edhe, mas nej i kom kry 4 vjetë ato, gjatë aty në 4 viteve, kom shku edhe të, dhe me thonë, të dojt, edhe të agje. Kur kom dasht, kom shku të dojt, kur kom dasht, kom shku të agje, mas nej ka ardhë dhe vlau mas meje, na dy, kem qenë që jem ndopi për në vetë herë, edhe kem fillu shkollimin e gjuhën Shqipe. Nuk e ndroj. Diçka që ti e doje prej fillimit. Okej, në shkollën e nisi, po vlet jetë të gjuhën Shqipe. Kjo ka qenë rezistenca juaj është vendim që si fëmi e ku morë vetë. Si fëmi. Edhe për këtë arsye në shkollën nisa me vonis pak, një 2 vjetë nashta. Po kur vendose të profilizohesh edhe të jetë mjekësia ajo që dhe të pjesë e jetës tënde me një farë forme, sa ashtu u bë më pas. Me thonë të drejten, une kom pos fatin të reguva, që kom pos familjen e nonës shkollume, edhe në atë ku, kur kam rri librin durën teme, në ashtë shoqet e mija nuk kanë posat mundësi për kret atë literaturë që ka orë në durën time si fëmi unë atëhere, asë në ashtë s'kanë mundësi me pas. Se më kujtot mu për shamë në atë ku, si fëmi une, dhe me thonë, klasë parë, dytën, ma ka dhuru mësusja jeme afer ditën e steres pasës, me ledzune. E kom ledzu, kur jëm shku, e kom thonë, në prezint kretëve dhe ajo kënoqë shumë, se ka thonë dhe në zonë se jeme. Dhe në arri, sigurisht. Atëre, edhe burri saj punej ka të dhe më kujtuat si sot, shku dhe në klasën tjetër, e ka thirë, e ka thonë, hajde se sëtë në zonë se jeme e prezenton, ka me shtjelu librin që ka ledzu verës. Edhe kështu që unë kom pos rast, kom pos mësi me ledzu, atëre jenë konë do veprat vugla jeta e reu, thërshin. Se gjithëri kom pos ato, gjithë, kom pos prezent. Edhe kur të servuhet diçka nuk kiqësh me ka ndryshe. Sigurisht. Ka qenë shumë e servume ajo, para meje, gjithëherë libri ka qenë, që ma kanë servu të tjeret. Edhe ka bo për shtypja atëre, dhe me thonë, Erveheja, nashta ju si gazetare e dini këtu, e kom ledzu për një 2 dit, ka pas shumë strufa,
edhe më ka bo përshtypje shumë ajo forca asaj e RVH-s, shumë, dhe më thonë që më ka shtimu gjithë për para mas E ke shfrytzu si motiv. Po, gjithë më ka motivu shumë ajo, edhe tezja të këtë RVH-a çfarë grujo kone, që ka bo e kështu e kështu asi. Edhe gjithë komendu, mas në jetë komendu qka. Mas në jetë më shku në klin, do më thonë, se u këthyn tani, jenë këthy prindërit. Janë këthy edhe prind, u bashkut më Jenë në vona fund. familja, edhe pe klasës 5, kom vazhdu mas nej, edhe 2 vjetë gjimnaz Lësh Gorakuqe, Po, mas nej i kom në Prizren 2 vjetë, qështu ka qenë ai sistemi po, i shkollimit, po. e kur i kem kry 2 vjetë në drejtimi përgjithshëm, në Lësh Gorakuq, ato, kem pos me i do 2 vjetë. Qka? E këtu, ta më pikrisht këtë periud. Në këtë periudhë ndave mendjen Ndova për mendjen t'jem infermieri. mësuse ose infermiere. Edhe fitoj infermierja. Dy profesionet që kom do shumë, se i kom thonë vetës, se afer ditën që e lexova, Po, e serios posës, mësusja, motivoj. Po, edhe me një shu që bisedeshëm, qka po bojmë? Po bojmë mësusa. cilën po e zgjedhim, a? Cilën ishte pak një vështërsi. Ata marrë ditarin e dojqa në ditarin e posë në dora, vëde? Po edhe uniformin e dojqat, Edhe besoj që je pishman që e ke zgjedhë infermierin, a? absolutisht. Se Jo, është se mas profesion që ja ke dhënë, ja ke përkushtu gjithë Atëre jetën. ja kushtova jetën. Në fazën e studimeve ke taku bashkëshortin apo shumë më vonë? Jo, ma vonë. Mas ne unë i kryva ato 2 vjetë në Prizren, në 81-ën, kom para mendo, në 81-ën. Në të tenitën keni diplomua? Kom diplomu në Prizren, edhe atëherë ishin ato sfidat, si gjenerat, pa mromjet maturës, nuk na mujtë më bo 2 vjet, 3 bashk as një herë, a vëdet si na bo 3 vjet, më njerë në orë na kanë shpërndo 4 vjet, se sistemi atëshën dhe më thonë, tash më i vlerësu, tash më i vlerësu se dhe më thonë, qa që frikshëm, qa që u konë e frikshme për ta, që kanë pos me hup këtë ven, herë do kur, a vëdet? Sa që dhe fmive, në zonë, sa të shkollës, i pas kanë pos frikë, pëse po rinë bashkë. Edhe nuk e mojtë mëromjet ma të preses, se s'kem pos drejt me mu. Në më ka mohua jo drejt, edhe një shuqe në mushtesh në kafirë, kemi shku atje të shuqe, kem boni nej shumë të mirë, se ajo, prapë se prapë nuk kem pa nej, Diçka bot. po, se dhe atër ishin demonstratat e filluar. Bashkëshortin dhe këtë etapën e re të jetës, po themi, edhe të bërit nën për herë të parë. Kur e përjetove? Mas jam punësu në Prishtinë, edhe kam shku në pushime për herë të parë, mas i kom hinë punë, ne që kom shku ashtu me prind, po ma shkort, diçka, edhe mas nej, baba tha se dhe të shkujnë tashti me vlovën, edhe me tezën, kemi shku krejt bashkë në Ulqin, edhe ato, edhe këta kishin ardhur për shumë në Ulqin. Në Ulqin ke taku bashkëshortin, a? Ato e kam taku për herë të Po ju parë. shko ka jo konga të kaloja Ulqinit. Pa e kërbot ka njerë nervoz me mu, s'ka njerë. Se gjithë njerëzimi. Po tashti, s'ka Po si qifte është që s'kanë rrugë, mos ju marrëveshje mësimit? ndonjëherë. Është ardit. Sigurisht kujtimet bukra keni edhe prej asaj kohe. Sa vjeçare ishe kur u bëre nën për herë të parë? Me 24 vjetë jo martu, do më thonë, ma vonë e kom po që isha martu pikërisht në ditën e infermierisë, Apo 12 maj. po të lidhë çdo gjë me infermierin, Po. a? Edhe, mas një viti, do më thonë, të më bonon për herë të parë, djallë, lindja parë ka qenë. Më thonë djallë, mas një kanë orë vojzat, edhe një djallë i vogël edhe, do më thonë, 9 e 5 fëmive. Anë 5 fëmijëve të cilat i rrite me shumë përkushtim, pavarësisht që në të Besoj. njëjtën kohë, po kjo nuk ka dilem, nuk ka diskutim aty. Po në të njëjtën kohë, Zonja Fate ishit shumë e përkushtuar edhe ndaj punës. Në here. Në vitin 89 ju ndërpret pushimin e Lehonis Po, për të kthyer në punë që të jeni pranë dhe t'i trajtoni të plagosurit. po. Aso kohë të demonstratave të vitit 89. Kjo ka qenë diçka shumë e vërtit. Sa muaj e latë fëmijën?
Unë e di se me dota kom pak problem, se ka qenë një periudhë gotë, mas ne i kom Pa pasë problem, sfida ka tjera rëndësi- tjetës, ka me që di rëndësi që situata, një rasti. vogël, kur atër i kom pas veç 3 fëmi, vajza vogël Teuta. Më thonë emrin Teut Jalash, ka linë me 20 janar 89. Unë jëmë këthyr vitet e 90 me një herë, dhe më thonë, në është një vit, që ato dikun, e kum lon, po dhe këta kanë qenë vogël se Po. një mas një, edhe kom vendus të i po dhuna modhe mbi dhe më strus të atëre që u zhvillojke, edhe një popullit tonë ishë në kom, Kosova kish nisat rrugtimin që nuk thëjet mrapa mo. Thash, e unë për çka e kryva shkollën? Për çka u bona infermiere? Apo din? E thash vetes se unë du me lanë fëmijët e mi, e du me shku atje ku thirret. Ku thret vendi, ku thret puna, ku thrasin ata që ka nevoj. Edhe nuk do të ndohem derisa për cilën të gjithë. E është Prej atë. zakonshme. Po, Me ashtu veprove. Po Ashtu dua të di, veprova. cila është historia prapa trëndafilave të kuq? po. A ditë kër u ktheva, unë e veç se s'kan prit që kthejna, a stafi, edhe nuk kena pas shumë staf, se kem qenë gati gjys. Po. A be kupton? Ata na. Edhe jo që ka ndasht mo ata më pas ne për kujdesje, dhe më thonë ajna mirë veç stafi tjetër, stafi ju, dhe më thonë më marrë me këtë, asë se kishin dëshirën me punu për